dini më mirë se unë që jo të gjithë studentët qëndrojnë në konvikte, jo e gjithë infrastruktura e konvikteve ka kapacitetin të përballojë kërkesat dhe shumë studentë marrin apartamente me qira në qytet, në Tiranë apo në Durrës dhe kjo e rëndon buxhetin e familjeve të tyre. Ndërkohë që krijimi i një zone rezidenciale për studentët bën të mundur që studentët mund të kenë një strehim shumë më të arsyeshëm, por nga ana tjetër që të socializohen dhe që zhvillimi akademik të ecë paralel edhe me zhvillimin e tyre njerëzor dhe social. Po ashtu se jam i bindur që ndërkohë që unë po flas edhe kur po fliste ministri po e mendoja ata në Tiranë të Universitetit të Tiranës po shtrëmbrojnë buzët edhe nuk janë edhe aq të lumtur me çfarë po dëgjojnë sepse kanë kohë që përpiqen për t'i dhënë një impuls edhe për t'i dhënë një zhvillim të ri kampusit të Universitetit të Tiranës. Nuk është ky kampus një zhvillim që përjashton atë tjetrin, ne jemi edhe në një proces të harmonizimit të nevojave dhe të adresimit tyre mes Kolegjit të Europës edhe Universitetit të Tiranës. Kolegji i Europës po ndërtohet në Tiranë dhe është një zhvillim tjetër spektakolar i bazuar në një tjetër projekt të armatës tonë të arkitektëve ndërkombëtar dhe aty do të krijohet mundësia që të ketë hapësirë të konsiderueshme edhe për Universitetin e Tiranës. Edhe dua ta mbyll me diçka që lidhet me këtë konkurs. Ky konkurs ka dy risi të veçanta që janë propozuar nga një grup studentësh të Universitetit prestigjioz të ETH-s në Zyri, të cilët pikërisht se Shqipëria është bërë një adresë shumë tërheqëse për profesionistët e fushës arkitekturës dhe zhvillimit urban dhe ne nuk kemi vetëm arkitektët e huaj që punojnë këtu, po kemi dhe plot të tjerë që vinë, që lidhen me ne, që bëjnë vizita studimore apo që duan të ndërtojnë bashkëpunime. Studentët e Zyriut kanë gati një vit që po bëjnë projekte kërkimore në Shqipëri dhe janë dy risi që aplikohen për herë të parë në një proces konkurimi. E para është krijimi një jurie studentore, e cila do të punojë në mënyrë të pavarur dhe do të punojë paralelisht me jurinë ndërkombëtare zyrtare dhe duhet i falenderoj anëtarët e jurisë që kanë ardhur nga jashtë për të gjykuar këto projekte. Studentët do të bëjnë edhe një analizë dhe vlerësim të 5 propozime finaliste dhe do hartojnë edhe një raport me konkluzionet e tyre që do t'ia paraqesin jurisë zyrtare përpara marrjes së vendimit përfundimtar prej saj. Dhe ky raport do të shërbejë edhe si një kontribut këshillimor në procesin e vlerësimit. Në të njëjtën kohë, një përfaqësues i studentëve është pjesë e jurisë, me sa shoh është përfaqësuese, aq më mirë akoma, jurisë zyrtare gjatë gjithë procesit, në rolin e këshilltares së përhershme, duke sjellë në tryezë edhe perspektivën e atyre që e përdorin kampusin sot dhe që kanë natyrisht parafiturimin e tyre për kampusin e nesërmes. Risia e dytë lidhet edhe me zgjerimin e diskutimit përtej kufive të perimetrit të konkursit. Krahas projektimit të kampusit, i është kërkuar ekipeve finaliste që të reflektojnë dhe një zonë lidhëse mes universitetit dhe qytetit Durrësit, duke konsideruar dhe atë si pjesë të së njëjtës histori urbane. Dhe qëllimi është që të arrijmë të kuptojmë më mirë marrëdhënien mes kampusit dhe qytetit, si dhe mënyrën se si zhvillimi i tyre
pra i kampusit dhe i qytetit mund të mbështesë njëri tjetrin. Ndërkohë që juria zyrtare dhe juria studentore do të zhvillojnë diskutime dhe vlerësimet e tyre, ekipet finaliste do të marrin pjesë në një workshop intensiv me përfaqësues të Bashkisë Durrësit, të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit, të Agjencisë Zhvillimit të Territorit dhe komunitetit lokal. Dhe për disa orë, arkitektët, planifikuesit, institucionet dhe qytetarët do të punojnë së bashku për të identifikuar problematikat kryesore të zonës dhe për të hedhur ide për projekte konkrete që mund të përmirësojnë jetën e banorëve, po dhe të studentëve përtej perimetrit e përsërisë të kampusit. Dhe sigurisht që workshopi ka disa tema: hapësira publike, siguria rrugore, lëvizshmëria, aksesi i këmbësorëve dhe i biçikletave, transformimi i zonave informale përmes projektimit urban dhe në përfundim procesit synohet që secili ekip finalist të patronazhimin ju e dini që unë kam shumë qef, të patronazhoj një ose dy projekte pro bono, pa pagesë, gjë për të cilën arkitektët kanë rënë dakord dhe dua në këtë rast të them që unë jam shumë mirënjohës për arkitektët ndërkombëtar që punojnë në Shqipëri, sepse ajo që nuk thuhet, ajo që nuk duket, ajo që nuk dihet është kontributi i tyre në shumë zgjidhje apo në projekte pro bono, pa pagesë për shkolla, për qendra shëndetësore apo për të tjera kërkesa që mund të vinë si rezultat i punës sonë në terren.